është shumë interesant dhe ka shumë material brenda. Çfarë titulli ka? Çdo gjë që ju doni të dini për kafshë shtëpiake, por keni harruar të pyesni. Më pyesni mua, jam njohës i mirë i kafshëve shtëpiake. Hej, dëgjoj pak. Thuhet se një kafshë shtëpiake e servitur mirë nuk është vetëm plot respekt dhe e mirë me njerëzit, por edhe e mirë me kafshët e tjera gjithashtu. Është e vërtet, e vërtet. Çfarë thot tjetër? E po, më prit ta shikoj. Kapitulli tjetër flet se si një kafshë shtëpiake e servitur mirë është shumë e kujdesshme për gjithçka. Absolutisht e vërtet. Mos! Ju duhet të jeni më të kujdesshëm. Por ne! Oh, çfarë rëmuje! Gjëja e fundit që thuhet këtu është se çdo kush që ka një kafshë shtëpiake, ajo duhet të jetë besnike, e dashur dhe e bindur. Wow, tamam siç është gjithmonë Heathcliffi. Vajza paska goxha shije. Unë nuk mendoj se gjyshi do të ishte dakord me ty. E po, unë mendoj se ti e kafsha më besnike, më e dashur dhe më e bindur se gjithë të tjerat. Heathcliff, unë dhe Marsi do të shkojmë në shtëpi të lexojmë librin për kafshët. Kështu që ne mund të mësojmë më shumë se si të kujdesemi më mirë për vogëlushin tonë. Kjo është e thjeshtë, vetëm më jep një ushqim më të mirë edhe sa më shumë. Sipas atij libri që lexova, çdo kush ka të drejtë të ketë një kafshë të dashur, besnike edhe të bindur. Nëse është e vërtet, atëherë edhe unë dua një kafshës që të jetë si unë. E sigurt që nuk dua një qen si kafshë shtëpiake. Ej Spike, kush është shoku yt më i mirë? E sigurt që qenët nuk janë. Çfarë të shqetëson? Nuk më ke shok mua? Edhe përfundimisht nuk janë fare të dashur. Spikey, pritet topin. Të paktën qenët janë të bindur. Megjithse nuk din të kërcejnë në pemë. Megjithatë nuk janë aq të mirë. Le të shohim, besnik, të dashur, edhe të bindur. Ndaloj, Heathcliff! Ndalojeni atë maçok! Besnik, të dashur dhe të bindur. Ku mund të gjej një kafshë të jetë besnike, e dashur dhe... Macet janë kafshë pa vlerë. Sigurisht ka përjashtime. Së pari, ato nuk janë besnike. Djema ju jeni te koshi imi plerave. Po kush vjeni pari, shërbeni pari. Dhe ky është shërbimi im. Qitoni ku më shkoni! Në rregull djema, të shohim nëse jeni të bindur. Ecni më shpejt. Ma ndiq mua! Mos kam zgjidhje tjetër! Ku më shkoni? Maçokët nuk janë asnjëherë të bindur. Ata gjithmonë bëjnë sipas kokës së tyre. Nuk e di pse se mendova këtë më përpara. Do një kafshë shtëpiake? Shko tek dyqani i kafshëve. Çfarë kërkon ti? Çfarë kërkon? Çfarë kërkon? Çfarë kërkon? Po kërkoj një kafshë shtëpiake. Shikon në pasqyrë, shikon në pasqyrë, shikon në pasqyrë, shikon në pasqyrë. Dëgjoj këtu zog bukurosh. Unë dua një kafshë që të jetë besnike, e dashur dhe e bindur. Çfarë? Pse si të duke mund ty si një qen polic, si një qen polic, si një qen polic? Dëgjoj këtu ti mendje e zgjuar. Për këtë ke të drejtë, ke të drejtë. Për këtë ke të drejtë, ke të drejtë. Shumë për të qeshur zogu, tani më ul poshtë. Të spres poshtë? Çfarë?
Ne po shkojmë në Australi, në Australi, në Australi, në Australi. A ta tregoj unë ty zokë mi strece? Unë mund të jemi mirë, por jo i përsosur. Edhe për pak edhe do të kisha ngordhur. Ha, çfarë ideje? Një lop si kafshë shtëpiake. Ato janë shumë të bindura, të dashura, edhe shumë besnike. Lëviz prej këtu. Ej, lop, e diti se më po flet? Ti je një maçok. O, zoti madh, nuk i besoj do të veshëve. Në rregull, lop, ti do të vish tek shtëpia ime. Iha! Çfarë the? Dëgjoj këtu ti lop trashe luqe. Faleminderit. Ideja për të patur një kafshë shtëpiake në fakt duket disi e pa shpresë. Besnike, të dashura dhe të bindura. Duke kërkuar kafshën e duhur, më erdhi oreksi. Kamarier! Ti më vodhe peshkun! A i më vodhi peshkun! Mos më rjashtu për kape të lutem! Kape! Kapa! Ja ku është? Kapeni! Hej maçok, do të nxjerrë këtu nëse më merr me vete. Dakord. Ha? Ma hiqni që këtu! Ma hiqni që këtu! Ma hiqni! Besa është bes. Dëgjoj shoku, si mendon sikur të jesh kafsha ime shtëpiake? Si të duke mund ty? Si maçok? Duhet ta dish që jeta e qytetit nuk është për mua. Unë duhet të kthehem sërish në oqean. Mendoj se ke të drejtë. Në fakt ti nuk i ke tamam cilësitë që unë po kërkoj. Hej, unë njoh shumë kafshë shtëpiake që mendojnë se jam një djalë i mirë. Në fakt ti je. Jo do të kthej përsëri në oqean. Mos u mërzit Heathcliff, nëse do të ishe një maçok peshk, gjërat do të ishin ndryshe. Faleminderit për ndihmën. Kënaqësia ishte e gjitha imja. Me sa duket nuk kam për të gjetur kur një kafshë besnike të dashur dhe të bindur. Heathcliff, zemër, ku ke qenë? Më mori malli kaq shumë për ty. Po ku ke qenë këtë kohë, Heathcliff? Ne u shqetësuam shumë për ty. Oh, ja te kështë ngjëllimi i vogël Heathcliff në shtëpi. Të solla pjatën tënde të preferuar Heathcliff, taf peshku. Nuk të pëlqen taf peshku? E po mirë, si thua për mish pule dhe mëlqi? Po, mjau. Po, pul dhe mëlqi vjen shpejt. A i maçok është i lastuar. E po tani gjysh mos u shqetëso për Heathcliffin tonë të vogël. S'ka problemi, dashur. Po, ashtu është gjyshi. Në rregull, gjyshi dashur? Ti prit këtu, Hifi, do t'u asjell unë darkën. Besnik, të dashur dhe të bindur. Njerëzit i plotësojnë këto cilësi. Heathcliff, no one should terrify their neighborhood. But Heathcliff just won't be undone, playing pranks on everyone.